Një vërretje tjetër që ka ardhur nga arsimtarët ka qenë që ne jemi kthyer në administrator. Është e vërtet kjo apo jo? Po, e vërtet është ajo që shumë kërkesat janë që planet, përgatitjet, aktivitetet të ndryshme, unë bëna njëherë një hulumtim të tillë, aq të janë do të thotë kërkesat dhe ndryshimet e mëdha sa një mësimdhënës pjesën më të madhe të kohës përkushtohet do të thotë çështjeve administrative e jo punës klasë. Ajo që është me rëndësi do të thotë një mësimdhënës duhet më tepër të bëjë përgatitjet për në klasë, aktivitetet që të realizon, po jo në letër. Pikërisht ajo që është në letër është diçka që askush nuk e vëren, vetëm të plotësojsh kërkesat e themi dihet ku çfarë sektorëve të cilët janë për çështje të tilla, mirë po duhet të jesh i përgatitur, po jo të jenë diçka të përshkruara, diçka vetëm ti kesh në letër. Të planifikojsh diçka të mirë, aktivitet në klasë, kërkon planifikime. Po jo dokumente të cilat janë vetëm t'ja përsyje faqe për diçka. Po, tani në fokus dokumenti dhe jo nxënësi. Po, në fokus dokumenti jo nxënësi. Jo, dokumente do të duhet të jenë, po jenë diçka që planifikojsh për të realizuar aktivitete me nxënës. Që për fat të keq, tu është e kundërta. Shumë kërkohet dokumentacion, më tepër arsyetohet dokumentacioni e jo aktivitetet që realizon me nxënësin në klasë.